Mënama shikujt nderuar, mirë se vini News Show në Klan Kosova, për çdo ditë në ora 6:50, çdo ditë pune. Këtu sonte me neve I kemi 4 veta që e kanë kriju një lojë në internet, që tash edhe ka bu Kogjabuj. E ka emrin Pishpirik, është lojë që e njohim gjithë. Plum, këtu është Plum Hasani, zëminjerë tash Plum. Qysh ka ardhur ideja për me bo lojën? Ideja, me thonë në kohën e kolegut, cili ka fillu Florimentit, cili para 3-4 muajve ka fillu veç me bo lojën. E unë ma vonë jam taku me të, edhe jam inkuadru në ekip tyne edhe kemi fillu, kemi pru këtu ku është sot. Këtu e ki edhe atë dhe Konjukcën, që është gjithashtu pjesë e ekipit Pishpirikit. Atë masi edhe tim Pishpirik, juve për qesi me emrin Pishpi, ekipit juj. Ekipi Pishpi edhe ekipi Riki, janë, këtu e kemi Florimentin, që është edhe iniciatori I lojës Pishpirik. Ty që ka ranë me në ideja, masi? Po ideja u kanë me thonë drejtën prej shkollës të mesme, jena kanë bashkë në Alketë në një klasë. E pej atëherë që si ide u kanë. Jo, letra jo një lojë tjetër kanë lupe që Pishpiriku në realizu. Aha, okej. Se të cëllën tjetër? E që shumë një vijë dhe gjyshëm me pare cili pja bën mangat. Të mundin me bojnë një këme. Pak ma shtirë. Bile nështë ta lujnë edhe të hujtë, ato se Pishpirikin s'dija ka në vendet tjera Pishpirik. Pishpiriku luhet në krejt Balkanin, shtu si lojë është Sërbë thonë që është e shqiptarve, ndërsa tjerë thonë që është e turgjve. Nuk dihet saktë kujna është veç krejt Ballkani e një. E para herë që niva dikush me thonë që është e tjetër kuj, se gjithë thojnë e jona. Jo, është një portal me lojnat sërbëve kryesisht, po është edhe Pishpiriku aty, e për të thot ekskluzivisht që është lojë shqiptarë. Okej. Ndryshe ka I thojnë edhe Bastër. Na që shtu e kemë përdonë, vërtet, ka edhe Pishpirik. Në Turqi e njohin me Pishti. Qysh? Pishti. Pishti? Në Turqi. Okej. Mirë, tash momentalisht e keni lojnë dhe më thonë në Facebook, këtu e kemi edhe Alket Regjepin, shoku I klasës Florimentit. Alket, kush ka fitu ma shumë me atë lojnë me vijë, me pare? Ketë ka pak. Ketë ka pak, I kemi nda fitimin. Mirë, dhe te, Alket, je I angazhu në Pishpirik, në lojnë Pishpirik, që shpjo shkojnë pun tash, a fështirë se ka pas, ka gjanë ngarkes tash, sa veta janë të e lujtë momentalisht? Sa janë të inkuadru, se momentalisht të dim kërë? Për mi 40.000, Për mi 40.000 lojtarë. Është maksimumi kështu online e kam rritë 1.800 diska. Sa? 1.800. 1.800 me konë njëjtën kodë kyqën. Zakonisht natën, sigurisht. Ka mbrëmja. Zakonisht qashtë. Edhe vikendit. Edhe vikendit. Të më thonë punë s'po lujnë. Jo, a ku dojnë me thonë që tash jo. Këtë me thonë jo. Mirë, Pishpiriki është lojë, dhe më thonë shikuz në rumë, është në internet tash, në Facebook, veç e shkru në aty në search Pishpirik, edhe gjeni lojën, e instaloni aplikacionin edhe hyni aty. Momentalisht, sa e kom pa unë, e luj shpesh, jonë shumica janë shqiptar, s'kom pa të huj. Ka edhe Slav, që a kena pa na, të regjistrumë, pe I Rusis, në që ditë. I keni aty edhe kategoritë e Pishpirikit, e keni Bej, Bat, FND, Po, e kena ba një farë kombinimi, me krejt ta shokë bashkë I kena zgjedh tituj, e jena mundu që me dalë pak prej... Klasikës. Jo klasikës, po jo veç Shqip me kanë tituj. E ka tituj turqisht, anglisht, francezve, po ka dhe është një titull I serbëve, Knjaz. Ai nuk është veç I serbëve, dhe më thonë është slav, në përgjithësi. Slav, po, qashtu. Tash, pej titujve cilë o majnalti? Momentalisht? Emperor është në fund. Në fund është, a? Mas nivellit 90, se kam rri alo për Mas nivellit, alo kërkush se kam rri. Më do këtë mas shumë të që kesh diko 700 diçka fitore I pati. Po. Okej, kjo nështë është interesant për neve që e lujnë Pishpirikin, po I shkon interesant me lujtë edhe tjerë, është shumë lojë mirë, edhe po shkon shumë mirë momentalisht. Shpresoj që keni me pas sa ma shpejt edhe përfitime për Pishpirikit dhe me zhvillu, me bo për 4 veta, se momentalisht kemi veç me 2 veta. Mirë,
Ja fillojmë me kthehemi te News Show pe Pishperikit, shkojmë me rundin e parë, çka pason? Tash fillimi i rundit. Shpresoj që keni ndaj xhanar. Është një historie prej klanit në Infomagazin, është Astet Haraqia është mysafir. Ta shohim fillimin e historisë se ju duni më tregu se çysh përfundon ajo. Unë institucionin e kryeministit e respektoj. Pa marrë parasysh a më pëlqen mua se më pëlqen Hashim Thaçi. Unë respektoj institucionin, kryeministrin. A ju pëlqen në fakt? Kushtrimi e vetë Haraqin a ju pëlqen Thaçi, edhe çka thot kë? Thot sa më pëlqen Thaçi që njëjtë edhe Thaçi, apo thot s'kam kalu hala në dashni të burrave, edhe qesh, apo thot më pëlqen shumë, po nuk më kanë pranuar PDK, edhe e fundit është kushtrim shumë pyetjet e forta i ki. Qa për më në mendja? Në intervjistën nuk e pas në po. Ha? Intervjistën nuk e kësha se pas në po. Po? E qka për thuni? Shkjo në mbë garant, nuk e. Ha, më garant në mbë. Ta shkjo për dhe garant në mbë, ta shvendosni. Qa bëjnë, e para është sa më përgjit asisi se ka thunë, jo, shkjo kushtrim pyjtë E para s'është, okej, mirë. Ashtë dheja se... Mirë. Ja, shkjo bëja, defendem. A bëja, a pëshe eliminimi mund të funksionu ma mirë. E për fën, qa për më nani? Kofa, okej. Ta këshyrim është opcionin në mbë, e zgjedhëm mbën, pra ta këshyrim është i sakt. A më pëlqen mua se më pëlqen Hashim Thaçi. Unë respektoj institucionin, kryeministrin. A ju pëlqen në fakt? Unë nuk, jo, s'kom kalu ala në dashni të burrave. Me më pëlqyu se mësë më pëlqyu, po për thash si person fizik, ti jesh i sigurt që unë e respektoj si institucion. Nuk e kisha në atë koncept gjithsesi, po me gjithatë si një përfaqësues si lider politik. Absolutisht unë ata ka unë e llogariti që do ta kem rival edhe shumë vite në skenën politike. Mirë, 2 piki bënët, e qëllut, me eliminim, funksionon eliminimi, nuk ke as fëja as dëja, po ke bëja. Mirë, tash është një, në më thonë, një historie tjetër, këto e kemi prej në interaktiv ka qenë, tuke e ndonë një mirënjohje që ndodhë, ta shohim fillimin e histories. Mirënjohje speciale pra për Esma Uc, një korrigjim, Esma tha jam e lindur në vitin 1966, sigurisht ka gabuar, ka dashur tot 1986. Esma Woods, Federata e Bodybuildingut e Kosovës, e jep një mirënjohje, edhe qka thot kjo, qa ndodhë në vërtet. Duke e dhënë mirënjohje, një bodybuilder e qanë në ngryk, Esmen, apo thot, po pse unë s'kom bo kur gjo për juve, pse për merë një mirënjohjen, kutia e mirënjohjes ja kap gishtin, të më thonë, mshilet gabime, pa hiri, apo pranusja fillon të qajnë ka emocionet. Pranusja e, qa vëmë në mendja, e këni pa? Me pa nuk e këna pa veç. Cila po thua është? Bëja, po di. Ha, qa vëmë në mendja? Ose të Që mund që kjo dëja po më pëlqen. Po të pëlqen, fillon të qajnë ka emocionet? Tasha po të pëlqen, as po të pëlqen. Që tha, Astriti, a është dhe sakt? Ani po shkojnë me bë. Po shkoni me bë, thot, po pse unë s'kom bo kur gjo për juve? Ti alketa e ki pas, i përmdo kështë majnë sigur. Ja, s'u kom po, që po thonë. Po ta mërë mendja që i bëja, ta këshyrim ashtë edhe përgjigja e dytë në bë. Mirënjohje speciale, Esma Uc, lutë kryetarin e Federatës që të qëndroj këtu, të ndajmë edhe 2 mirënjohje tjera speciale. Ma e shtirë në qëlloj neve. Esma ke sinqert, tha, po pse, tha, s'kom bo kur gjo për juve. Ma e shtirë ke juja se me eliminim patët
Në më thonë mirë që e që lutë, po keni mujtë edhe me zgjedhë dhe një tjetër, se edhe me qajtë për emocioneve është normale. Ta shapë, do një ma shumë pikë, mas një ke ma e vështirë. Bën 3. 3, ja? Okej. Se pajtojnë, kolegë. Mirë. Si shok që e kena. Si shok pjap një 4. Jo, pelojmë, ati qka, pelojmë 2-2, 2-2 e ju një moj ma vonë. Fanë. 2-2 e një në rundin e parë, edhe tash mundemi me kalu në rundin e dytë, kush o kush. 2-2 me pikë maksimale erdhe në rundin e dytë kush o kush, tash është radha e Florimentit me dalë, mi tregu Alketit kam peshe pej personaliteteve. Apo del Floriment? Këtu për para, po? Bash para dhe u del. Mas, edhe pak, qati, miri. A e mirë? A e gati? Gati. Koa prej 60 sekonda fillon tani. Deputet i LDK-s. Ma shumë diçka të regajme. O me Syza. Me musteqe. Ka musteqe. Ma i vjetë. Mahmud Bakalli? Jo. Ajë tjetër. Hajt next. Tjetre? Gjenio. Migja që pja kundërshton teorin. Albert Einstein? E sakt. Next. Okej. Tjetre? Next. Tjetra? Basketbolist që ka lumë Segal Prishtina. Florian Numrin Krasniqi? 4. Tjetri? Tjetër. Samir Shautahovic? Tjetër? Tjetër. Edmond Azeni? E sakt. Next. Kjo që e ka mbi emrin si Oriz. Sekretare amerikane. Condoleezza Rice? E sakt. Mirë? Mirë. Kush ke deputeti ble? Sabri Hamiti. Pse s'më thallë pa? Pyetja, Sabri Hamiti ke deputeti, ke Albert Einstein, Tuna ke e treta, Milo Đukanović ke kryeministri i Malit Zi, Edmond Azemi edhe fundit e qellut, Condoleezza Rice. Mirë, 3 piki bënët, 5 i keni momentalisht, ju duni mi bo 3 për mu barazu. A e një gati? Kush pëdel për juve? Qa të ja, e mirë? Apo lodhësh? Ka pak. Rahat krejt? Mirë, nëm. A e gati? Gati. Koha prej 60 sekonda fillon tani. Kjo afera halë prëntë është kryetori i Drenicës, diçka. Next. Okej, tjetër. Është artist amerikan, ka kënu ma herët, ka lutë e filmja i rëbët. Me amna. Next. Tjetër. Vlloi i Ramushit, kryetorit të Agjencës. Shto përdo me amna politik. Next. Okej, tjetër. Ta unë s'pe njësën e next. Okej. Këta për një. Kjo është diçka i këmë bashku me... Ka qenë i Afrikës, kryesori i sekretar general i Kombeve të Bashkuara. E Tjetër. ko emrin si një objekt që merë mush ujë me të gjun ujë. Hajt tjetër. Next. Urë nga bujnë i djetë. A bëni këto? Po, është kë... Qa me bërë? Ka i pas po dalon, A i tha po del ti, po ti jo dash me dole, Ti me dorë pas nisë kështë një. Po ta spevu të fysh. I pari ke kryetari i Skënderajt, ke Sami Lushtaku, i dyti ke Will Smith, ai robot që da ka lujtë dhe ka knu rap ma herët, Fresh Princi. Treta ke Remzi Osmani, katërti ke Daud Haradinaj, vllai Ramush Haradinaj, ke Shefki Kuqi, ka qenë lojtar në Blackburn, ka qenë edhe është në ndokët për Suedi, alun për Suedi, për Finlandën në vërtet. Ai që kësej ke gjëks në bori kështë. Po, që ashtë, kur festoj ke kësej ke kështu. Si
Dallë ndyshe këtë e kënë bari. Edhe Kofi Anani ke, edhe Recep Qosja. Kofi Anani kofe, daj me kofe. Qyse dishe një me kofe. Mirë, ta sheni 5-2, keni ik pak, 3 pik keni ik. Të më thonë, ju i keni 2 pik, këta i kam 5 pik. Po alas ka ik shumë se ka runde sa dush e ka pik sa dush. Shkojmë rundin e tretë. As po, as jo. Edhe më rundin ma të fështirë, po dhe ma interesantin. Pëdhëm, a i kështë runa era s'po as jo? Po, valla, luj shumë ka erë të shpia me motrat me sene, po më të jo. Okej. Mirë, i ki, dhe më thonë, ki 1 minutë e gjysë, po nuk ki drejt me thonë as po as jo, as një fjallë tjetër ndalume, as aha, as ha-a. Dhe më thonë, këtë ato, op, oj, yes, no, s'munësh me thonë. Po, si por, ose si po punoj, ose kështu, munësh me thonë. Plëm, koha për 90 sekonda, ja, ahlas të kalzua dhe thonë, ndalume, letër s'ki drejt me thonë, letër, ose letrat, ose letrës, e tjere. Këtë qëto që ka kanë me letër, s'munësh me thonë, koha për 90 sekonda fillon tani, as po, as jo, as letër. A e gati? Jam gati. Shumë gati? Kozha. Pishpiriki çfarë loje është? A është luftarake? Jo, është loje e cila është... Tha e jo me njëherë. Mirë. Ndodhe dhe kjo, ka ndodhe dhe ma shpejt me ra. Mirë. Në pyetjen e dytë. Ra, ta shojmë edhe njerë momentin kër plumbi tha jo. Pishpiriki çfarë loje është? A është luftarake? Jo, është loje e cila është... Tha e jo me njëherë. Tash është radha e Florimentit. Florimenti s'ka drejt me thonë pishpirik. Mirë, Floriment, as po, as jo, as aha, as ha-a, as pishpirik, koha prej 90 sekonda e fillon tani, as po, as jo, as pishpirik. Qka është pishpiriku? është një lojë me letrat, cilën e ka zhvillu ekipi punëtoria. Ekipi punëtoria, jeni punëtorio? Ne mundohemi të jemi punëtor. Pse mundoheni, as jenja? Nuk e dim a jem as jem, por mundohemi të jem. A, si vjesh e ki poste? Mundohem ndonjëherë të recitoj poezi. Qarë poezi? Poezi dashurie. Dashurie, oke, a keni bona i poezi për pishpirikun? Akoma jo. Me qëkarë mundet... Jo, the, po vetë. Poezia shumë e mirë ke. Tash, deshta mi me këshyrë, me qëkarë i mod fjalla pishpirik. Kikirik. Po, me kikirik, vash. Kikirik me patik s'mundet, se patik s'o patik s'mundet. Trafik, apshet. Pishpirik, trafik, kikirik. Qa ka tjetër? Ska tjetër. Shpirik. Cipirik. Mirë. Ta shojmë dhe njerë momentin kër Florimenti ka baj. Poezi dashurie. Dashurie, oke, a keni bona i poezi për pishpirikun? Akoma jo. Me qëkarë mundet... Jo, the, po vetë. Dë shkun edhe 2 kanë met. A dheja e gati? Gati. A po t'luhet loja as po as ju? Po m'luhet. Po t'luhet, a? Okej. Qatë po munësh me përdor, po m'luhet munësh me përdor. Veç deshta me t'kallzu. As po as ju, as loj. Lojës. Po. Koha prej 90 sekonda fillon tani. As po as ju, as loj. Masira fjallat e pishpiriki, a të pëlqen të pishpiriki? Më pëlqen. A e ki lujt ma heret? E ku më lu më herët. E ki lujt ma heret. E çfarë lojt pëlqen? Tjera? Më pëlqen shumë, më pëlqen zakonisht MMO RPG është një farë loj ose kategori që i ka ma shumë të bëj me... Me letra? Me hero. Për ki një karakter të unin edhe lu E më qështë një hero lunë letra, edhe i mund këndështar të lujt letra? Nuk është ashtu. E qështë është? është një hero që bëj lufta kryin misione. Çfarë misione? E misione a misione? Misione. Misione. Ose quest, i thojnë anglisht.
Okej, edhe dhe më thonë, a është loja luft kjo? Është luft. Është luft, a se mojtë në mend fjallën ndalume që i këshyre? E mojta, apo e këshyre dhe njerë. E këshyre dhe njerë. Tasha, e ke mojtë men? E ke mojtë men. E backgammon, a luna herë? Qysh? A din sheshbesh? Tavëll, a keni përqen? Luna, a të përqen? Më pëlqen. Shumë? Te i dikën. Deko? Te i qaty. Dhe qaty, ha? Okej, mirë. Edhe tash, asi, ajtë naj loj tjetër, futbolli, a të përqen? Nuk më pëlqen. Nuk, as me lujt, as me këshyra? Qka po të bëjmë me sport nuk më pëlqen. Pra dhe sporti e loj, a është? Është, por nuk më pëlqen. Aha, së të pëlqen. Do më thonë, pishpirika mundet mu po sport me hinë olimpiad? Nuk ma mërmenja. Pse? Se është Koha kalen. Koha e mojtë. Bile dhe fëllë që shpejt ka njërë si shaj, sigur të the, po e ju, a the loj, po je mojtë mirë. Miri, boni 5 pikë, tash ju këtë, tash u bom, që të ju dridha, pëshe? Tash i keni 7 pikë, ju, të më thonë jeni 7 me 5. Ju kalum për pak, po Alketi ka mundësi me ndru ketë këtë gjo edhe mi të kalu prapë, do më thonë mi bo 10 pikë. Alket, fjalla jo të ndalume është fjalla dorë. As po, as jo, as dorë. Mirë. Koha prej 90 sekunda fillon tani. Alketa, e majtë e men fjallën ndalume? E majtë e men. Për shka e përdor dorën? Për gjithë shka. Qysh për gjithë shka? Për shumë sene. A përdor me lujt letra? E përdori. E përdor. Edhe në internet e përdor për me lujt letra, ma usin? Ma usin. Dorën e majta, djathën? Djathën. Jo të majta? Djathën. Jo të majtën? Djathën. Djathën, okej. Mirë, se ki të ndalume me thonë djathën. Mirë, sa dur i ka pishpiriki? Sa dur luat? Varët. Qysh varët? Po me ndonë runde. Jo runde, dur. Se runde jo në ato kur kryet ke loja, dur është këto që dohen. Me ka 4. Me ka 4 të qka? Që ato që ndohen. Që janë ato letrat, apo? Letrat. Letrat, do më thënë letrat e pishpiriki. Letrat e pishpiriki. Okej, a keni me ndu me bo dhe në loj tjetër si tabëll, për shamull, është një verzion tjetër i pishpirikit, tabëll, i thënë. Tablanet, më falë. Nuk asa do gjuhë kërë për. Kur s'ki një për tablaneta? Nuk om një. Nuk i një, është letër. Edhe remi, për shamull, hanti. A ki një për to? Hanti nuk om një. E ki një. E zholin? Edhe zholin. E zholin. Cilat përqenë ma shumë të me lujt? Hanti. Hanti. Okej, mirë, edhe ase tash pishpirikin a keni me bo edhe kështu në website, jo vesh me Facebook? Falej. Mirë, në fillem i hargjova pyetjet për dorë, kështu që më thonë, s'kisha qa me të vetë, mo. Na letove pak. Ta letova pak. Dorën e letë. E po ta që tash. Momentalisht, mirë janë, do më thonë, 2 ekipit ka një e patet që ka lutë. Ekipi parë, do më thonë, Pishpi i ka 7, edhe Riki i ka 10. 7 me 10 jeni, edhe me këtë rezultat, mundim me fillu me njerë rundin e 4. Small World. Për në Small World, nëse kaloni ma shumë kohë në Facebook, e keni pak ma letë. Do më thonë se s'jon... Kush? Alketi. Alketi, ja? Se nuk është, do më thonë, nuk ka të bëj shumë, ka të bëj edhe me ato që parazitin në televizion, po shumë shpesh kemi dhe storje prej internetit, prej portaleve të ndryshme të Kosovës edhe të jashtme. Zakonisht këto që i kemi të Kosovës i kanë 4 pikë, këto që janë të jashtme që ka ma pak gjasami, po janë 6 pikë. Cilën 5 zjedhni, ju keni drejt me zjedhë, nëse se dini për 30 sekonda, që në pëtni, ju ndimaj, mas 30 sekonda më erni një përgjigje, nëse se dini pikë të shkojnë automatikisht ekipit tjetër, që duni me pas kujdes. Hajde Fleriment, Alket? Tu të mu përgjigja, po? Kem drejt me bashkëpunu? Keni drejt me mpytu, në ju jepi informata, duni me zjetë veç një informat vogël, cilën bezgjeni? Kosova... Jo, Greqia edhe Gjermania. Që i kia atje, Greqia edhe Gjermania. Greqia 4 pikë është pak ma e letë, Gjermania është kogja ma e vështirë. Jo, kogja po është ma e vështirë. Për marrën Gjermani. Gjermani, ma të vështirë. Okej. Ka të bëjmë me një reklam, një promovim të Niveas,
në aeroport, e kam bo një si marketing, guerilla marketing, edhe i kanë marrë do persona, do më thonë për me reklamu aeroport, këto farë, deodorantin Nivea, i kanë marrë edhe antistres në vërtet ka qenë deodoranti, së është pak me fështirë veç pak. Dhe përdo, qka u ka bo qëtë një personave, i ka marrë nga një person për me reklamu deodorantin antistres, qa ju ka bo një aeroport, ja ka bo një farë loje, një farë set-upi. Mos janë mundu me inskenu vënim të... Jo vënim të, kanë inskenu diçka tjetër, po në qka e kanë bo qëti personi, e kanë deklaru si... A janë mundu me stresu personi? Po, me stresu, e kanë deklaru si... Qatë person? Në televiziona e kanë qitë... E kanë deklaru si gay? Jo si gay. Në Gjermani së këj problem, në Kosovë është. Kërë në botë rëndimore nuk është problemi madhë, me deklaru di kanë si gay. Qëfa nacionaliteti u ka naj person Gjermana? Gjermana? Plot njerës ka posë. Okej. Jo, kry, po tash munden me qëllu. Se është pak ma e fështirë, pak me një me. Jo, a e dini jo? Si qka? E kam bërë si kriminal të kërku. Si kriminal, e sakt, që të e vë. Është një historia shumë interesante edhe është pak ma e gjatë, e ta shëshojmë të rësi, po ta lajmërojmë njerë, e kanë marrë dhe më thoni person edhe bashkëpunim me shokët e ati personin, disa persona ndryshëm, i kanë këshyrë mas pari a kanë nëjë problem me zemër, ose me qëfar problemi mjekësore kanë, mos mundet mi ndodhë diçka, edhe tëni i kanë qitë në për gazeta, aty në hol të pritjes, dhe më thënë këta persona kërë në ullë, ja u kanë qitë fotografi në gazet, ja u kanë qitë fotografi në lajme, kështë janë kriminal shumë të majtë kërkume dhe këta stresohen një me shumë, edhe në fund vinë për list e sheni që ka ndodhë. Ta shojmë, historien është pak e gjatë, po është interesante. Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu den N24 Breaking News. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Dringend gesucht wird diese Frau. Sie befindet sich seit gestern Vormittag auf der Flucht. Die Verdächtige ist ca. 1,65 Meter groß, hat dunkelblondes, lockiges Haar und trägt eine helle Jacke. Die Flüchtige gilt als unberechenbar und äußerst gefährlich. Bitte versuchen Sie nicht, die gesuchte Person festzuhalten oder gar anzusprechen. Für Hinweise zur Ergreifung der Verdächtigen wählen Sie bitte die unten eingeblendete Nummer. Wir melden uns wieder zu den Hauptnachrichten zur vollen Stunde und bis dahin noch einen schönen Tag. Ich bin auf der Zeitung. Dringend gesucht wird diese Frau. Sie befindet sich seit gestern Vormittag auf der Flucht. Die Flüchtige gilt als unberechenbar und äußerst gefährlich. Guten Morgen. Sind Sie gestresst? Sie sehen so gestresst aus. Da hätten wir was für Sie. Oh mein Gott. Kannst du mal ausprobieren? Apo keni shtres? Kiva të që i thonë shtres. Shtres. Qa këshit bojnë qatë mëne, qëta e këshyra vidon edhe o që dita pëse si iki kërkosht, të më thonë. Në kështë edhe kështë ika, dhe në filma zakonisht ikin. Qa këshit bojnë qatë moment? E këshit pa dita të qëta përnë qëta. E ronë ke, po më përfundu mirë. Mirë se ka pa dit dikosh. A jeni gati për pyetjen e juj? Greqia, me 4 pikë. Greqia ka met, hajtë zëtë. Edhe Greqia ju ka met. Marrin Greqina. Po, automatikisht marrin. Po, mund me fitu 4 pikë.
A përdojnë mja jep Gjermanin dhe këtë në prapë? Jo që dëni atë Jo, nuk e pas nga kuptu. Okej, Greqia, 4 pikë, ju kam betë. Kur profesori i pyet studentët në një universitet në Athinë rreth betejës së maratonës, askush prej 300 studentave nuk përgjigjet përveç dikujt. Çka u kon e veçantë për shtë? Po, pe di, jo, ku në një femën qikë shqiptare të ndëve. Po, ku kon një femën qikë shqiptare edhe ka qenë portalet tona, më dhënë kur i ka pyet për betejën e maratonës, kur kush se ka ditë dhe profesori o çudit, të një kam bo intervist me to dhe ka ndalë orën e mësimit, se o çudit që kur kush s'pedim për betejën e maratonës. Edhe një qik, një Silvana, në pejë Shqipëris, o përgjizë, kur i ka pyet, ka thonë unë sa mirë që pedin dhe ka folë shumë mirë greqisht edhe këtë betejën e ka ditë në detaje, e ka pyet prej kajt je, ka thonë prej Shqipnis, edhe o çudit shumë profesori edhe të ne kam bo story, ka dalë në përplot faqe. Po për juve qa me rëndësi është se tash jeni të udhejt 7 pike përsi, 17-10 janë, ju kanë kalu pak me Small World, po tash në rundin arshëm kemi mundësi me bo ma shumë pikë, kështu që shkojmë në rundin arshëm, në rundin e 5, pyetje surprizë. A një gati? Gati. Në një shkrim të ti në Kosovo 2.0 ose Kosovo 2.0, ishtë zyrtari i misionit civil të BE-s në Kosovë, Andrea Lorenzo Capusella, e vlerësoi zgjedhjen e Bedri Hamzës në kryet e Bankës Qendrore të Kosovës si rrezikim të parave të kosovarëve. Pasi që, si thot Capusella, Hamza do të jetë në shërbim të interesave të ngushta të antarëve të PDK-s e jo të popullit të Kosovës. Ai gjithashtu në këtë shkrim thot që AAK-ja ishte partia që i bëri të mundshme zgjedhjen e Hamzës në këtë pozitë. Pyetja është kjo. Çfarë pozite e preferoni? Çfarë pozite e kërkoi Haradinaj nga Thaçi me të kthyer nga Haga? Nuk është e vështirë. Çfarë pozite e kërkoi Haradinaj kur u kthy? Kryeministrin e ka kërkuar. Heq ma pak, heq ma shumë. 22 pikë, tash keni mundësi edhe ju mi bo edhe 5 pikë të jo, do më thonë, pyetja për juve është. Ministri Kulturës, se më përzi pyetja e duhet më ndurë për mas, Ministri Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi ka pritur në një takim ambasadorin e OSBE-s në Kosovë, Jean-Claude Schlumberger, me të cilin ka biseduar për të arriturat dhe sfidat në fushën e trashëgimisë dhe rinisë, dy segmente këto që MKRS dhe OSBE bashkëpunojnë në vazhdimësi. MKRS, OSBE, KKRM, etj. Pyetja është, KMM, KKK, tash prap me shkërtesh. A deri me zbërthy akronimin, do më thonë më tregu çka është OSBE. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë. Në Kosovë. Në Evropë. Në Evropë, e sakt. 22-15. 7 pikë për para janë. Tash mi pyetje pak më e vështirë. Qeveria greke, këthym të Greqia, do të filloj shtitjen e të paktën 28 godinave shtetërore, 5 prej cilave u përkasin ministrive të ndryshme dhe 3 të tjera drejtorive të përgjithshme ministrore. Më thonë pishet godinat ndërtesat e qeverisë. Gjithashtu do të shiten ndërtesa e drejtorisë së përgjithshme të policisë në Athinë, ajo në Selanik, rajonet e policisë në Kryqëzet dhe qytetet e tjera, godina e Institutit Kombëtar të Statistikave dhe 13 ndërtesa të organit të tatim taksave në gjithë vendin. Këta po shetë kanë ma shumë se na. Na veç do distribucionat dhe kështu. Sholla i shesin shtrajt. Pyetja është, si i thonë greqisht? Grekt, qështë e qujnë Greqin? Qështë i referohen Greqis? Hellas. Hellas, e sakt. 27 pikë, ka që keni po. Hellas ose Elada. Për ndryshe gjuhës greke i thonë Elinika. Pyetja për juve. Një sondazh i ri kombëtar në Shtetet e Bashkuara sugjeron se ish sekretare Amerikane e shtetit Hillary Clinton do të mposhtë të 3 kandidatët e mundshëm prezidencial të Partisë Republikane nëse zgjedhjet e 2016-s mbahen tani. Në më thonë, Clinton ka gjasa me fitu, të ishin mbaj tani. Pyetja është kjo, kush mbante pozitën e sekretarit të shtetit të Shebave para
Hillary Clinton? Condoleezza Rice. A u kanë Condoleezza Rice? E sakt. Do me thonë, para Hillary Clinton është Condoleezza Rice. Bile patet edhe në foto. Që thatë si Oreze ka, bjemrin. 27-20. 7 pike një e përsi, mbetës 7 pike në përsi, ka gja shumë pike një bo, jeni në rrugë për me bo, mundën me bo në i rekord, ma më në mendja, nëse vazhdo një qështu, po tash... Për rekordin anisë. Qysh, se s'niva? Për rekordin anisë, a? Oke, ta këshyrim, në zëri misterios, zë shka mundën me ndodhë, mundën edhe këta me kalu, se në zëri misterios, i dyfishojmë pik, edhe kalojmë me njerë aty. Në të qëtë para emisionit mos më bo një horë, për së bënët horë, se keni bo këgja shumë pikë. Shumë mirë. 27-20, tash edhe për shpiriki ju shkon ma mirë. Garant ka më rejtë numëri lejtarë. Kur dëni me bo për 4 veta? Kur mundëni me bo? Po më ndojnë, mja njës ka me planifiku për në fund vitit në ashta. Mos të finalizojmë krejt. Ta nërejshëm që të vazhjallë. Po. Dhe sa ka njësu me punu. Sa ma shpejt bënë një. Okej, gjandore e në ka 4, apo, se ka njerë për mdoket që e tjetëri pika 6. Të në e në ka 4. Të në e në ka 4, okej. Vetë gjokerat janë 2, po në pëshpirik si janë. I kom tonë njëri njerë që shtu në pëshpirik i thash, ka so gjandore me ka 6 e pas kam bëllu e në ujtë nuve, u bëhë nërvas. Mirë, a vazhdoj me kvizin? A pe qesim një lojtë. Mirë, 27-20 janë momentalisht, ju mundin mi bo 54 pik, e jo mundin mi bo 40 pik, po cili do që e qëllon e fiton kvizin. Edhe shkojmë rundin e fundit me juve, me fitusit. Mundin me gabu sot doni, veç për mendja me fol një sama me të madhe se me pas problem me ju ndëgju, atërës më me vendosë kush ka foli pari. Nise një mundin me njerë me janis me fol, shkojmë me zërin misterios. Përshëndetje, shikus të Klan Kosovës. Sot është Shën Valentini. Batonagjiu, sa? është ditë kur na... Nuk e shumë e vështirë, po ke pyetje e shpejtësis. Përshëndetje shikus të Klan Kosovës. Hajde ta këshyrim pra, batonin në të na përshëndet edhe njerë. Përshëndetje shikus të Klan Kosovës. Sot është Shën Valentini. Është ditë kur na rikujtohet se ka diçka të veçantë të rëndësishme në jetë për te gjërave të zakonshme. I veçantë e rëndësishëm ishte edhe momenti kur 5 vjet më parë kosovarët provuan ndjenjen e dashurisë për shtetin. E po mbatoni të nga folë për dashni për shtetin, s'di për kom folë ka, për Amerikana, për Britanese, për Kosovarë, më duke t'jo. Në vërtet, Kosovarët kanë dashni ndaj festave, kanë qep me festu për vjetorin, Bajramin, Krishtlindjet. Kena festa së vjetorin ma shumë se Ketë Evropa, më dhe me kështu. Ketë Evropa bashkë. Mirë, tash bojnë edhe Mademela t'i lujtë pishpirik. I këzohën ma shumë festave. Do të me bojnë, cëllën ditë e kështë gjithë, më konë najtë ditë e pishpirikit. Vikende. Po dhe më konë një dëtë në vetë, kështë shfarë dite. Ha? Me një prellë në shtamë. Ashtu rëzik për neve, veç një dëtë me ka. Jo, fest, që me përshun jashtë. Mirë, hajde më shkoj. Jo i bëne tash 54 pikë, këgja shumë pikë keni mundësi me fitu alo, shkojmë në rundin e fundit, prova e fundit. Në provë të fundit, plumbi edhe atë dheu, edhe në provë të fundit. Këtu i keni nga 3 pyetje, tash ndani, 2 i keni nga 54 pikë, edhe nga 3 pyetje për se cilin, 5 pikë i fitoni për pyetjet saktë. Për përgjigjet saktë, se pyetjet janë gjithë saktë. Edhe veç me përsërit pyetjen, i fitoni 5 pikë. E tash, pyetja është kjo. Për plumbin mas pari. Plumb, qka do me thonë, ka të bëj me ushqim. Kem pas edhe emisionin e kalum një qështu me ushqim. Qka do të thotë fungi italisht? Fungi këpurdh. Këpurdh, sakt.
Pyetja e radhës për atë dheun. S'ka ti ta harrova emrin, për Pishpin. Cili është akronimi, do më thonë shkurtesa e Federatës Ndërkombëtare të Basketbollit? FIBA. FIBA, e sakt. Sa i sigurt? Gare rept. Rept. 59 me 59 jeni. I keni edhe 4 pyetje, nga 2. Pyetja e radhës. Kush udhëheq momentalisht për pllumbin është? Me politikë vështirë është, kush udhëheq momentalisht me Këshillin e Unionit Evropian? Me BE-n. Kush është ty kryesu BE-n momentalisht? A e den plumb? Përveç për plumbin o pyetja njerë. Cili shtat? Cili shtat? Është të vështirë. Jo. Okej. A dhe a den? Me hup në shënë s'hup me full. S'hup, ja, s'hup. Pa dhe me hup pikë s'bot nomi, për s'hup. Më s'di, shumë bekëm një përshtype diçka ne ka Skandinavia, ne ka shtetit, s'pedi pëse, ne ka Norvegjia, ne ka, je. Nuk është ka Skandinavia, po, dhe më thonë, është Irlanda. Momentalisht është Irlanda, ty udhëheq. Ka shpërin shuplaka që une e qëllova. Mirë, 59 me 59 jeni, edhe një pyetja e tretë, tash është pyetja për atë dheun. Edhe një pyetje tjetër e vështirë. Si quhen, tash në vërtetë sa është e vështirë, si quhen kapitujt e Kuranit? Ka 114 kapituj. A dhe? Kapitujt, Plumba e den? Po më dëpe që e kom një, po. Sure. Sure, e sakt. Interesanta, 64 pikë, 64 me 59. Hajde tash, na kanë metë edhe 2 pyetje. A pëdoni ma të vështira, ma të leta? Ma të leta. Ma të leta. Mirë, që 2 pyetje, nuk janë shumë të vështira. Pyetja e parë për plumbin. Sa centimetra i ka 1 inç? Vesh 10-15 mm dalim të lejoj. Sa centimetra i ka 1 inç? Sa centimetra 1 inç? Hajde të shkojmë të atë dheu. Atë dhe? 1 inç? është dikën... Sa të dalim të ljo... Hajde 15 mm, plus minus 15 mm. 1.6. Nuk është 1.6, është 2.54. 2.5, do më thonë 2 cm e gjys, i ka 1 inç. Edhe pyetja e fundit, nëse menti një baraz vazhdojmë hala, kështu që pyetja e fundit është pyetja, që ta gjithë, cilin instrument muzikor e luan muziktarja e shquar kosovare Venera Kajtazi Mehmet Agaj? Çfarë instrumenti luan? Nëse flaut. E sakt. Ue. U parazut, ka 64 pikë. Shumë interesante ka përrojna. Mirë, tash në gëvesh nga një pyetje jo japi, edhe me këto nga një pyetje, Joni ka me fitu. Se cilin nga një pyetje të një këshyrim kush fiton. Sim penala në futbol. Në komunikacionin plumb, automobilistik, si quhet këndi që në retrovizor e as në pas... Do më thonë që nuk shihet në retrovizor, as në pasqyra të tanshme. Këndi vdekur. E sakt. 69. Pyetja për atë dheun. Pyetja për atë dheun. Kush e mbajti pozitën e kryeministrit të Kosovës para thaqit, me njerë para thaqit, para se më bo thaqit kryeministër në vitin, ajo bo kryeministër... Ramos Haradinaj? Jo, me njerë para thaqit. E për dhe një shansë. Me njerë para thaqit? Po, së konë Ramos Haradinaj. A i o konë Ramos Haradinaj, të një o konë kë Bajram Kosumi, që unë i thëmë Bajram Brian Ferry, edhe të një o konë dikush tjetër, të një thaqit. Mu ka përzis për di Recepi o kënë për para o kënë Agim Qeku, o kënë në Recepi më zga busha, Baram Recepi. Jo, plëm? Masa më një mëjë, se se kësha gjithë, po thëmë Agim Qeku. Agim Qeku, e sa.
Mirë, të nimoj atë dheu, që i përmendi 2 opcionet, po e zgjedhët gabushëm se Bajrami Xhepi ka qenë shumë ma herët. Edhe tash, do më thonë, ti Plumbi e fitu si kvizit sënë të me 74 pikë. Faleminderit shumë për pjesëmarrje, edhe shpresoj që ju shkon sa ma mirë me lojën pishpirike dhe bëhet të njoftun e rritët e mësojnë edhe jashta balkonit e tjerë e tjerë. Edhe shpresoj që më dalin sa ma shumë gjandara. Në qëllojnë, se shumë pak shumë qëllojnë. Ma shumë se 4 s'ka mundë. S'ka mundësi ma shumë se 4, asë bënë me bona i marveshja në ishtë. Për ty dash këshyra. Me këshyra, okej. Ruini kulluni kundër meje, pra. Faleminderit e juve shikun të rumë që na përcollet edhe publikut për doa të kitet e tëre. Shemi nesër në të njëjtën kohë, 6:50 mramje. Natën e mirë. She's looking hot in the breeze.